Numri I personave me grip sezonal në Tetov dhe jo vetëm, gjithnjë është në rritje. Sipas të dhënave nga Instituti për Shëndet Publik në Tetov, në fillim të këtij viti ka dukshëm më shumë persona të prekur nga gripi sezonal. Gjithsej në javën e parë të muajit janar të këtij viti janë regjistruar 339 persona me grip sezonal. Arsyet për këtë numër kaq të lartë të prekurve, sipas mjekëve, janë festat e fundit, ku ka shumë ahengje dhe grumbullohen shumë njerëz, temperaturat e ulta dhe kështu me radhë. Krahas kësaj, gjatë fundit të dhjetorit, numri I frekuentimit të njerëzve është rritur për shkak edhe të kthimit të mërgjimtarëve, prandaj edhe mundësia për t'u infektuar me grip ka qenë më e madhe. Numri I rasteve me grip është në rritje, se I ka një numër më të madh, për shembull nëse marrim ta krahasojmë janarin e 2025-s me janarin e 2026-s, gjithsesi javën e parë të këtij muaji, atëherë dhe tash, numri është dukshëm shumë më I lartë, do të thonë atëherë kemi pas 2025 në javën e parë kanë qenë 23 raste të paraqitura prej mjekëve am ose prej repartit infektiv me grip sezonal ose me virus të gripit, ndërsa tani kemi 339 raste. Do të thonë I bie diku tjetë 15 herë më I lartë numri prej vitit kaluar dhe tani. Kështu që ky trend me siguri unë mendoj se do vazhdojë dhe akoma nuk e kemi arrit pikun, gjithsesi majën e rasteve këtyre rasteve me grip sezonal. Mendoj se deri fund këtij muaji, eventualisht javën e parë të muajit të shkurt, do të arrijmë edhe kulminacionin ose pikun e infeksioneve dhe normal pastaj do fillojë të bjerë ky numër. Por deri atëherë ekziston mundësia që ky numër të rritet edhe më tuti. Në ndërkohë nga Instituti për Shëndet Publik në Tetov bëjnë të ditur se gjithsej në Tetov janë dhënë mbi 4.000 doza të vaksinave kundër gripit sezonal. Megjithatë, sipas mjekëve, për të pasur një imunitet më të madh në mesin e popullatës, duhet të rritet numri I personave që marrin vaksinën. Qysh kur ka filluar vaksinimi kundër gripit sezonal, deri më tash janë dhënë për këtyre vaksinave pa pagesë ose me termin që caktohen prej të mjeku AM, janë 4.250 doza të dhëna, kurse për këtyre vaksinave me pagesë ose komerciale janë 116 doza. Do të thonë, ky numër është I kënaqshëm, por ne normalisht veti për veti, sezoni për sezoni dallon, numri mund të variojë, po mendoj se si numër është I kënaqshëm sa I përket imunizimit kundër gripit sezonal. Sa më shumë vaksinat merren, është aq më mirë, sidomos për këto kategori që janë të rrezikshme, do të thonë personat mbi 65 vjeç, grashtat zona, fëmijët me imunitet dobët, personat me smundje kronike, do të thonë këto është mos më thonë e obligueshme, po shumë e rekomandueshme që ta marrin vaksinën. Ky numër thash është për herë varion prej sezoni në sezon. Për të thonë se kemi imunitet kolektiv, nuk e di a mund ta përcaktojmë me këto numra, për shkak se te gripi sezonal ka plot faktorë të cilët ndikojnë, nuk është vetëm vaksinimi, por prandaj them për këto kategori të rrezikshme është mirë që ky numër për herë të jetë sa më I lartë që barem te ajo grupe e këtyre njerëzve, te kjo kategori kemi një imunitet mirë për virusit të gripit sezonal. Ndërkaq nga Instituti për Shëndet Publik thonë se të dhënat për gjendjen e gripit duhet të dalin këtyre ditëve dhe nëse gjendja përkeqësohet, atëherë do të rekomandojnë që të shtyhet fillimi I gjysmëvjetorit nëpër shkolla. Nga Ministria e Shëndetësisë, kohë më parë kanë qenë kategorik që nuk do të ketë shtyrje të fillimit të gjysmëvjetorit pavarësisht gjendjes shëndetësore.